Në Bashkinë e Tepelenës janë afishuar listat përfundimtare për zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Elmira Lacaj, specialiste në gjendjen civile, bëri të ditur se listat janë vendosur në të 22 qendrat e votimit në territorin e kësaj bashkie. Të gjitha listat që janë shkarkuar nga sistemi janë mbulosur, janë afishuar në për qendrat e votimit. Tepelena ka dhe fshatrat përreth që dhe ato të njëjtën gjë janë afishuar në për fshatrat, kur përgjegjës janë të gjithë administratorët e zonave. Kemi zonën Kurbelesh, kemi zonën Lops edhe qendër Tepelen. Ndërkohë kemi edhe listat e diasporës dhe ato në të njëjtën kohë ka dalë ekstrakti dhe ato janë paraqitur pranë KZAZ-s. Elmira ju bën thirrje qytetarëve të kontrollojnë emrin e tyre në listat e publikuara për të siguruar ushtrimin e të drejtës së votës në ditën e zgjedhjeve. Qytetarët janë të informuar, kushdo qytetar që nuk e di se ku e ka qendrën e votimit, ato janë të afishuara pranë institucioneve, ndërkohë në qoftë se nuk kanë mundësi për të arritur dhe për të shkuar në institucione për të parë listat, ato i gjen shumë kollaj nga portali Albania, duhet futet aty te adresa e tij, aty ke të gjitha dhënat, qendra e votimit dhe numrin e votuesve, për të orientuar se çfarë numri ka në renditje. Sipas të dhënave zyrtare, në Bashkinë e Tepelenës janë regjistruar 11.658 zgjedhës, të cilët do të votojnë më 11 maj në 22 qendra votimi.